E jemi futur në muin e festave të çlirimit dhe të flamurit. Sot do të flasim për krahin e tërthores, për kontributin e saj në luftë për pavarësi dhe për çlirim. Vargjet e mia më tutje vazhdojnë. E gjithë tërthoria në përgjithësi luftës për liri i falen djem, vetëm ky vend le të ketë liri, shumë krenar do të jem. Gjeladin Mica, Islam Gjahu, Zenel Avdia, Elmaz Ademi, dëshmori parë Ramadan Shahu, prap të gjallë do t'i kemi. Në këtë vend bardhot që themi që ka fusha edhe kodra, këtu lind Elmaz Ademi, emrin e tij e mban sot shkolla. Shkolla e njohur prej kaq vitesh, ruan tradita të shkëlqyra, edhe breziri që po rritet e mban krahun nga e mira. Edhe shkolla e Morinit që mban emrin e Ganit Durakut, breziri që po përtrihet se haron pikën e gjakut. E gjithë tërthoria në tërsi ruan një histori të gjatë, luftë për troje dhe për liri, kur se bëri gjumin rahat. Në dogan, kur kalojnë vizitorët për në Kukës, emra dëshmore dyherë lexohen, kuptim plot që i shohin udhës. Është muj i nëndorit, i flamurit kuqëzi, është dhe muj i dëshmorit që dhan jetën për liri.